Përshëndetje klasa e 12, sot në lëndën kimi, temat mësimore janë vetit kimike të alkoleve dhe acidet karboksilike. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi njeh vetit kimike të alkoleve, shpjegon ndjegjen e plot të një alkoli, ndërton reaksionin e një alkoli në veprim me një halogenur të caktuar dhe shkruan reaksionin e reduktimit të një acidi karboksilik. Vetit kimike të alkoleve. Djegja. Kur digjen alkolet veprojnë me oksigjenin e ajrit dhe produktet e djegjes së plot janë dioksidi i karbonit dhe ujë. Marrim si shembull, etanoli digjet dhe formon një flak me ngjyrë blu dhe ka mjaftueshëm ajër. C2H5OH, që është etanoli, vepron me oksigjenin 3 molekula 2 atomike duke sjell 2 molekula dioksid karboni dhe 3 molekula ujë. Nëse djegja nuk është e plot, nuk ka mjaftueshëm oksigjen, çlirohet monooksid karboni. Në Brazil, etanoli përdoret si lëndë djegëse për makinat dhe duke ulur përdorimin e naftës. Brazili nuk ka shumë rezerva nafte, por kultivon gjerësisht kallamin e sheqerit, i cili fermentohet dhe nxjerr si produkt etanolin që përdoret si lëndë djegëse. Përdorimi i etanolit ka përparësi mjedisore, pasi kur pima e kallamit rritet, ajo thith dioksidin e karbonit nga atmosfera. Ajo sasi e dioksidit të karbonit që merret nga atmosfera gjatë rritjes së bimës së kallamit të sheqerit çlirohet gjatë djegjes së etanolit. Për këtë arsye, kjo lëndë djegëse bio quhet karbon asnjanës. Quhet karbon asnjanës për faktin se i njëjti sasi karboni arrin të merret kur bëhet fotosinteza dhe përsëri çlirohet në mjedis gjatë djegjes së hidrokarburit. Etanoli përdoret edhe si lëndë djegëse, gjithashtu edhe si tretës. Kalojmë tek reaksioni i alkoleve me halogenurët e hidrogjenit. Reaksioni i zëvendësimit me një halogenur hidrogjeni në rastin e acidit kloridrik, atëherë grupi hidroksid tek alkoli zëvendësohet me një atom halogen duke formuar një halogenur alkan ose halogen alkan. Kemi marrë rastin e etanolit, pra një alkolit me 2 atome karbon. Etanoli C2H5OH vepron me acidin kloridrik, një acid i fortë. Acidi kloridrik paraprakisht që të futet në reakcion i nënshtrohet edhe ndarjes homolitike, ndarjes së barabartë të elektroneve. Më pas këto molekula veprojnë duke na sjell kloretanin. Në këtë rast, etanoli largon grupin hidroksid, grupi hidroksid vepron me hidrogjenin e acidit kloridrik, duke krijuar edhe si produkt molekulën e ujit. Pra reaksioni që ndodh është C2H5OH vepron me acidin kloridrik, duke na sjell C2H5Cl, kloretan plus ujë. Oksikloruri i squfrit, SOCl2, mund të përdoret për zvendësimin e grupit OH me një atom klor në një molekul alkoli. Marrim si shembull përsëri alkolin me 2 atome karbon, C2H5OH që është etanoli. Vepron me oksiklorurin e squfrit e klorit duke krijuar C2H5Cl, njëkohësisht dhe si produkt acidin kloridrik në gjendje të gast dhe dioksidin e squfrit. Në këtë reakcion, të dy produktet, si acidi kloridrik edhe dioksidi i squfrit, janë në gjendje të gast dhe kështu gazet largohen nga përzierja e reakcionit ose përbërja e reakcionit. Dhe në provëzën e reakcionit arrin të mbetet vetëm halogen alkali, i cili nuk ka nevojë të distilohet. Reakcioni i alkoleve me natrium metalik. Në reakcionin me halogenurët e hidrogjenit në alkol prishet lidhja karbon-oksigjen. Etanoli vepron me natriumin duke krijuar C2H5O dhe natrium, që në këtë rast emërtohet etoksid natrium, plus 1/2 e hidrogjenit
ose hidrogen në gjendje të gazt. Eksperimentalisht, mund të themi, natriumi vepron me etanolin dhe në provza, ngjyra vjollc vjen nga një indikator fenoftalein, që është shtuar në etanol. Përzierja pa natrium nuk ka ngjyrë, por me ngjyrë vjollc kur shtohet natriumi, i cili formon hetoksin e natriumit, ose hetoksin natriumit paraqitet tani dhe jep ngjyrë provzës, me një ngjyrë vjollc. Hidroliza e estereve. Esteret janë përbërje organike që paraqiten me aromë. Esteret hidrolizojnë me ngroje në kushte refluksi, pra në një reakcion dhe aparatura duhet të jetë e mbyllur, në prani të një acidi ose të një baze. Nga hidroliza formohet përbërjet fillestare që janë një alkol dhe një acid karboksilik. Për ta kuptuar këtë hidrolizë të një esteri, atëherë kemi marrë etanoatin e etilit, i cili hidrolizohet në prani të një molekule ujë, por realisht në një mjedis acid. Dhe si për shigjetës kemi vendosur hidrogen në një tretësirë. Atëherë, nga kjo hidrolizë krijohet acidi karboksilik, acidi në këtë rast etanoik, plus etanol. Por njëkohësisht, acidi etanoik po të veprojë me etanolin ose me një alkol të caktuar, sjell ester dhe ujë. Ky reakcion është në të dyja drejtime, do thotë edhe në reakcionin e drejtë, edhe reakcioni i drejtë. Pra, është një reakcion i cili ka dhe vendos ekuilibër. Megjithatë, kur një ester hidrolizohet në kushte refluksi në mjedis alkalin, si për shembull në tretësirën ujore të hidroksidit të natriumit, hidroliza zhvillohet plotësisht. Kurse në rastin e një mjedisi ujor dhe një mjedis acid, atëherë ky reakcion nuk arrin të zhvillohet plotësisht, por hidroliza katalizohet nga një acid dhe reakcioni është i kthyeshëm dhe si rrjedhoj vendoset një ekuilibër. Reakcioni për hidrolizën bazike të etanoatit të etilit. Etanoat etili, pra ka një radikal, vepron me hidroksidin e natriumit me një bazë të fortë. Duke krijuar, bëhet e mundur largimi i radikalit, radikali vepron me grupin hidroksid, duke krijuar C2H5OH, duke na sjell etanolin. Dhe produkti që bëhet, nxiret, krijohet një krip. Dehidratimi i alkoleve. Alkoli i nështrohet reakcioneve të eliminimit, në të cilën humbasin ujin dhe formojnë alkenet. Pra, nga molekula organike e ngopur, lëshon molekulën e ujit, sepse i nështrohet largimit të molekulës së ujit, pra dehidratohet, kthehet në hidrokarbur të pangopur, duke krijuar një alken dhe si produkt nxjerr dhe molekulën e ujit. Oksidimi i alkoleve. Tashmë dim se alkolet klasifikohen në alkole primar, sekondar dhe terciar. Alkolet mund të oksidohen me tretësirën e dikromatit të kaliumit, K2CR2O7, në mjedis acid. Dhe ky mjedis acid është acidi sulfurik i holluar. Dhe ngjyra portokallie tretësirës shkaktohet nga jonet e dikromatit CR2O7. Aq dhe gjatë veprimit me alkolet, jonet dikromat veprojnë si agent oksidues dhe vetë shndërrohen në jonet të kromit trevalent CR3+, aq që japin tretësirës ngjyrë të gjelbër. Dhe që të ndodhë ky reakcion, duhet që përzierja të ngrohet paraprakisht. Alkoli sekondar. Marrim një alkol sekondar si për shembull propanol 2, oksidohet dhe do të formojë një keton. Në këtë rast formohet propanoni dhe përzierja me ngjyrë të gjelbër. Atëherë kemi marrë një alkol me 3 atome karbon me 8 propanol, oksidohet, bëhet e mundur largimi një molekule ujë dhe krijon propanonin dhe si produkt del edhe molekula e ujit.
Në rastin e alkooleve primar, oksidimi i alkoolit shkon deri në fund dhe formimi i një aldehidi. Kur formohet aldehidi, atëherë ne kemi thënë dhe do themi që etanoli arrin të oksidohet plotësisht. Etanol vepron me oksigjenin, na krijon etanal, na krijon aldehidet marrin prapashtesën al dhe produkt molekulën e ujit. Acidet karboksilike. Reaksionet e përgatitjes së acideve karboksilike. Aldehidet oksidohen deri në acide karboksilike. Acidet karboksilike mund të përftohen edhe nga nitrilet. Kur një nitril trajtohet me acid klorhidrik të holluar, atëherë ndodh hidroliza acide dhe grupi karbon azot, që në këtë rast është nitrili, në fund të vargut të hidrokarburit kalon në grupin karbon, oksigjen, hidrogen, që është acidi karboksilik. Është grupi funksionor i acidit karboksilik. Propan nitrili vepron me acidin klorhidrik, me 2 molekula ujë na krijohet acidi propanoik. Njëkohësisht, si produkt del dhe kloruri i amonit, në këtë rast NH4Cl. Aciditeti i acideve karboksilike. Aciditetet karboksilike janë acidet të dobta. Ose thënë ndryshe që acidet karboksilike gjithmonë marrin emrin acid, për shkak se janë acide karboksilike, janë acidet të dobta, sepse nuk shpërbashkohen plotësisht në ione. Vetëm një pjesë e vogël e molekulave shpërbashkohet ose ndryshe ionizohen dhe çlirojnë ionin hidrogen në tretësirë dhe arrin t'i japin vlerës së pH-it ose tregojnë vlerat e pH-it më të vogël se 7. Acidi etanoik në një tretësirë ujore vepron në këtë mënyrë. CH3COOH, që është acidi etanoik, shpërbashkohet dhe jep CH3COO- jep ionet etanoat, njëkohësisht edhe hidrogenin si ion në tretësirë. Acidet karboksilike veprojnë me alkalet dhe formojnë kripën dhe ujin. CH3 COOH plus hidroksid natriumi formohet kripa etanoat natriumi plus H2O produkti ujë. Veprojnë me metalet aktiv dhe formojnë krip dhe çlirojnë hidrogenin e gaz. Sikur 2 molekula acidi etanoik të veprojnë me magnezin, do të na formohet një krip e magnezit dhe hidrogen në gjendje të gaz.